Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve referuan materiale në prokurori kur nisi procedimi penal për shtetasin ML, 41 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë gjetën një sasi të vogël lëndë të dyshuar narkotike, kokainë, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e stacionit të policisë Orikum referuan materiale në prokurori kur nisi procedimi penal për një 16 vjeçar, banues në fshatin Radhim, sepse pas një konflikti për motive të dobta me shtetasin DK, 20 vjeç, banues në Orikum, i ka thyer atij xhamat e automjetit me sende të forta. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Sarand referuan materiale në prokurori kur nisi procedimi penal për shtetasin DA, banues në Delvin, pasi u konstatuar duke kryer punime ndërtimi pa leje. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të komisariatit të policisë Sarand referuan materiale në prokurori kur nisi procedimi penal për shtetasin KZ, 21 vjeç, banues në Sarand, dhe për një 17 vjeçar, banues në fshatin Shelegar, pasi u konstatuan duke drejtuar automjetet pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Vlorë referuan materiale në prokurori për vlerësim për 2 raste. Shtetasit VSH, 71 vjeç dhe MP, 60 vjeçe, të 2 banues në Vlorë, pasi janë konfliktuar me njëri tjetrin për motive të dobta dje në Legjen Pavarësia 2. Është gjetur pashenja jete në banes shtetasi italian LM, 90 vjeç, nga hetimet e para dyshohet se ai ka humbur jetën për shkaqe natyrale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Vlorës dhe të Sarandës për veprimet të mëtejshme.